Është përcjell për në banesën e fundit Margarita Xhepa pas homazheve në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit. Pjesë e këtyre homazheve në nderim të figurës artistës së madhe Margarita Xhepa ishin figura të artit, politikës dhe qytetarë të thjeshtë që kanë marrë pjesë në homazhet e ikonës së kinematografisë shqiptare. E mes të dhimbjeve, Ndriçim Xhepa, djali i Margarita Xhepës, tregoi pengun e nënës së tij të ndjer, artistës së madhe shqiptare. Mbylli edhe me saj në normale, pavarësisht se pati sa probleme tash, si më thonë javë të fundit, to 2 muaj të fundit, se karakteri shëndetësor, karakteri pulmonave, si duket edhe lodhjet e vetë viteve bëjnë të vetën normale. Por ajo nuk kishte një natyrë çuditshme që biles kur binte muhabetin e bisedat nganjëherë kështu në momente të shkëputura kështu e thoshte, ndoshta në skenë thoshte ka mundësi më, edhe jo sot, por ka disa vite që e thot atë se skena do lëvizje, do këmbët kur i thonë. Kurse ke filmi prapë kishte diku një dëshirë, një ëndër prapë se mund të bënte tjetër punë. Por them se e mbylli ndoshta ashtu siç e desh dhe Zoti që roli i fundit që bëri me Spartak Pecani në Bolero, Vilin e Pleqjve, sikur përkoi dhe me jetën ashtu siç erdhi dhe finalja e mbylljes së jetës saj. Nëse duket kjo ishte edhe perdja e jetës që mbylli siç perdja skenës, si bjen ai fondali i zi dhe por rëndësi ka që atë që thash pak përpara në fillim që mënyra se si po respektohet sot, sigurisht nga njerëz të fushave të ndryshme, por mbi të gjitha nga vjetra pafund njerëz të cilët janë thjesht njerëz, popull që publiku i filmave, i punëve të saj që ka lënë në ekranëve të skenë. Kjo është kënaqësia më e madhe që më të marri vetë familjarët, por mbi të gjitha dhe ajo në atë shpirtin e saj që sot largohet nga kjo botë. Të shumt kanë qenë edhe ngushëllimet nga ana e kolegëve të tjerë të Margaritës, por jo vetëm. Të gjithë brezi i saj e kanë këtë vëmendje ndaj të rinjve, sepse të gjithë kemi qenë të rinj dhe nëse nuk hapen dyert e teatrove dhe ekrani i madh për artistët e rinj, si do të mund të çajnë tutje. Dhe Margarita e kishte shumë merak këtë gjë. Çdo vit ajo vinte në Korçë, pëlqente Korçën, kalonte momente të bukura, jepte sugjerime për festivalin, për zgjedhjet e shfaqjeve. Së bashku me Tinkën, të dyja, Margarita me bastunin e saj, ecte nëpër Korçë, e kishte dashuri dhe ne të gjithë e donim shumë. Madhënushëm edhe për popullin. Pa nga periferia me informacione edhe me kulturore. Edhe unë prandaj do me thënë kam qenë e vërtet se më bën ato të vërtet. Kështu që nuk vinë, po tamam me plot gojën që nuk vinë më artista të tjerë, nuk vinë. Tash është e tmerrshme, na mungohon, është një dhimbje, veç asaj që ajo ka dhënë artit, ka lënë vlera që do të janë të përjetësuara, por ajo ishte edhe një grua humane me shpirt të madh. Për të bërë sa më shumë role, ndaj dhe ajo mbajti mbretëroi me kurorën, me brillante të artistës simbol shqiptare dhe në fakt ajo kishte emrin Margaritë. Është një humbje e jashtëzakonshme. Margarita është simbol i mirësisë, i dashurisë, i bukurisë njerëzore dhe i gjithë rrugtimi i saj i adhurueshëm profesional krijoi imazhin e gruas në të gjitha dimensionet, si vajzë, si nënë, si motër, si kolege. Unë jam e privilegjuar, mund të them që kam pasur fatin të rrugtoj me të edhe profesionalisht. Jo ky interesi juaj të medias, po interesi i çdo shqiptari që kupton fjalën shqip. Ka marrë me vete vetëm dashuri. Sepse ajo, unë jam i bindur, Margarita nuk ka njohur në një fjalë të keqe në konceptin e saj. Ajo dinte vetëm të shpërndante dashuri. Ikona e kinematografisë shqiptare ndëroi jetë më 3 prill, një ditë pasi festoi 91 vjetorin. Margarita Xhepa u shua në një spital privat në Tiranë ku ishte shtruar për shkak të disa problemeve pulmonare. Aktoria u lind më 2 prill të vitit 1932 në qytetin e Lushnjës, prej ku nisi edhe hapat e parë drejt karrierës së saj.